problem tjetër që na penalizon është, nuk e di, regjia duhet të ketë edhe një foto për sa i përket fondeve të Bashkimit Evropian, ku shkojnë, si menaxhohen dhe pastaj si paraqiten. Kjo është foto, ky është shembulli. Këtu jemi duke inauguruar parat e Bashkimit Evropian në teknologji dhe inovacion. U futin serdi, ja kush është përfituesi i parave. Ai është presidenti i Francës, Emmanuel Macron. Ai është Ermal Beqiri, një narrativ, antari një organizate kriminale, i akuzuar për pengmarrje, për marrjen e parave të shqiptarëve dhe për gjithë të tjerat, dhe ky është personi që merr fondet e Bashkimit Evropian. Dhe ne presim tani që Bashkimi Evropian do na sjellin elekt që t'i marrë Ermal Beqiri për të pozuar pastaj në një foto me Macronin dhe për të dalë Marta Kos për të thënë një fjalë të mirë apo për të folur Macroni gjuhë shqipe që Edi Rama është lider shumë i mirë dhe pastaj të merret në një park fotovoltaik. Pra ky qarku i korrupsionit edhe në nivel ndërkombëtar ne nuk ka për na bërë kur pjesë të Bashkimit Evropian. Ajo, unë e thash edhe herën e parë që fola, ajo çfarë ne duhet që të diskutojmë është nëse Shqipëria me Edi Ramën, pa Edi Ramën, me opozitën, pa opozitën, do arriti plotësoj këto standarde që minimalisht të kemi në zgjedhjet e ardhshme, të kemi palë zgjedhje të ndershme, të rregullta që të hedhin një hap. Lokale të dashurëm. Në zgjedhje lokale, po patjetër. Në zgjedhje lokale. Opozita dërmos